Jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, shkojmë në një tjetër raportime dhe njëherë me kolegen Siona Akonomi, e cila është zhvendosur në ambientet e brendshme të Parkut Olimpik, ku aty mbrin pra votat e diasporës. Marrim më shumë informacione se si po shkon ky proces i shumë debatuar nga partitë politike deri tani. Përshëndetje Siona, sa vota kanë mbritur sot nga diaspora në Parkun Olimpik? Vetëm 6.000 në Artil dhe në fakt nuk janë shumë, pritshmëria ishte për më e lartë duke besuar që siç është tipike shqiptarëve t'i kishim lënë për moment fundit, por nga dje që kishim në më shumë se 12.000, sot kemi vetëm 6.000 ose gjysmën e tyre. Gjithsesi, nga këto 6.000, 3.000 na kanë ardhur deri tani nga Greqia, ndoshta mund të shkojnë në 4.000 shifra sepse janë duke u hapur një pjesë e zarfeve, nuk janë hapur ende të gjithë, por dim që deri tani nga 6.000 që kanë ardhur, 3.000 janë nga Greqia, por kjo ngel një shifër relativisht e ulët krahasimisht me çpritej. Numri total me gjithë prurin e sotme shkon 175.000 vota që kanë ardhur dhe janë këtu të shpërndara në kuti sipas qarqeve. Ajo që po shikojmë në kamerë tani janë të gjitha votat për qarkun Durrës, por çdo qark ka kutitë e veta me zarfe zgjedhore dhe flet votimi. Nëse e krahasojmë me totalin, këto janë 71% e atyre që u regjistruan. Pra, kanë ngelur dhe 3 ditë kohë në dispozicion për të kthyer zarfe zgjedhore dhe të dielën në orën 19 dhe totali që ka ardhur deri tani është 71% e atyre që u regjistruar. Për dikë kjo mund të jetë një shifër shumë e mirë, për dikë tjetër mund të jetë një shifër që vlen dhe mund të ishte përmirësuar, por do duhet të kujtojmë se aktualisht janë 50.000 votues që e kanë marrë pakon zgjedhore, por nuk e kanë kthyer në KQZ. A fati fundit i kthimit? Nuk kanë dashur ta kthejnë, A fati fundit për të gjithë është dita e diel në orën 19. Ajo që e bën këtë gjë pak më të vështirë do të kuptojë që vime fluturime tranzit, do të thotë që për shumicën e Europës apo vendet larta sot është dita e fundit. Në Greqi që është pak më afër, mund të merret deri nesër nga ora 2 e drekës, mund të grumbulloj posta të tjera flet votimi, por për të tjerë thuaj se ka përfunduar sot kjo procedurë, sepse do të marrin parasysh ata mund ta dërgojnë dielën në mëngjes, por do vinë në Shqipëri të hënër, pra nuk na vlen më sepse nuk është më pjesë e numërimit. Pra çdo zarf që mbrin në Shqipëri deri të dielën në orën 19 hyj në kufirin shqiptar në një dogan caktuar, është një zarf që do të numërohet. Ndërkohë në Artil dhe një shifër e fundit që duhet të vlerësojë dhe të nënvizojë është se janë të paktën deri tani 18.000 zarfe që nuk janë shpërndar dot. Një pjesë e tyre mund të shpërndahet edhe sot në Greqi, po pjesa më e madhe është duke u kthyer. Pra, DHL-ja ka grumbulluar në Leipzig, do ta sjellë në KQZ, ndoshta në fluturimin e ditës nesërme, kështu që 18.000 zarfe nuk mundën dot të shpërndaheshin. Sot është afati fundit për shembull dhe për ata që mund ta marrin zarfin sot për të votuar? Për shumicën e botës, përjashtuar Greqinë, kush ka pas mundësi ta marrë zarfin e ka marrë dje. DHL-ja nuk pret më të shpërndajë zarfe në për Itali, Gjermani, Angli, Amerikë e të tjerë. Pra, përveç Greqisë, që ka një shans edhe sot Greqia edhe mund të marrë zarfe, pra shqiptarët e Greqisë mund të shkojnë të kërkojnë fletën e votimit ende sot, deri në orën 7:05, ndërkohë që pas këtij orari vetëm mund të kthejnë fletë votimi, sepse edhe Greqia deri sot në mbrëmje i mban fletë e votimit të Shqipërisë dhe në qoftë nuk i ka shpërndar dot, i kthen. Ndërkohë KQZ-ja ka dërguar një letër kompanisë postare DHL. Çfarë evidentohet në këtë letër? A ka shkelje që ka evidentuar KQZ-ja? Në fakt KQZ-ja ngret disa pyetje që mund të kuptohen si shqetësime. Unë besoj që KQZ-ja di që ka shkelje, por nuk është momenti që ajo zgjedh i thotë që ka shkelje. Për shembull, ajo që është një shkelje flagrante e kontratës është se në Greqi DHL-ja ose askund DHL-ja nuk duhet t'u jepte punën kompanive të tjera, po sa duhet ta bënte vet. Nuk ishte parashikuar kontratë KQZ-ja që t'u jepte kompanive të tjera postare. Në përjashtim në gjitha vendet e tjera të botës, në Greqi DHL-ja për mungesë kapacitetesh kontraktoi 2 kompani të tjera, Courier Center dhe Speedex, mos gaboj,
për të bërë transportimin e fetës votimit, gjë që nuk ishte autorizuar nga KQZ-ja ta bënte këtë. KQZ-ja kishte zgjedhur DHL-n ta bënte ajo këtë gjë. Por nëse flasim për Greqinë, nga 68.000 zarfe që presim kanë ardhur deri tani 40.000 zarfe, pra edhe Greqia ka shkuar në 60% të votave që janë kthyer në Shqipëri. KQZ-ja ka bërë një listë me pyetje nga DHL-ja që me gjasë do të vlejë më tutje, për para do të marrë për DHL-ja, me siguri ka për të marrë shumë më pak se 10 milion, po edhe për ndonjë penalitet që mund të ketë më tutje, po do ta shohim të në varësi të shqetësimeve që ngrejnë palët. Ndërkohë, kemi parë shpesh deklaratat Partisë Demokratike, cilat janë pretendimet e PD-s për votën e diasporës dhe sidomos për votën e Greqisë? Partia Demokratike deklaron se ka marrë denoncime kryesisht në Greqi, të përqënduara në Greqi, se votuesit janë njoftuar për të marrë flet në turat votimit, por kur kanë shkuar atje dikush tjetër e ka marrë për ta. Pra, sipas Partisë Demokratike, një numër i madh ose është cellje masive sipas saj kjo që në Greqi ditët e fundit zarfat i kanë plotësuar njerëz të tjerë dhe jo votuesit vet. Ndaj PD-ja kërkon që këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve votat e Greqisë të mos ndahen në përkutit e qarqeve, po të lihen në tutje në mënyrë që të verifikohet një nga një nëse Nertili që është deklaruar që ka votuar, a është Nertili vetë që ka votuar, apo a është nënshkrimi mbi zarf, nënshkrimi i Nertilit. Të gjitha këto element janë element që PD-ja i ka kërkuar, pra kërkon që Greqia të ndahet më vete, por siç e shohim nga veprimet që po bën komisioni, nuk është se po trajtohet veç pa Greqia, po vazhdon të hapen zarfe dhe të shpërndahen në kuti sipas qarqeve, siç është bërë deri më tani për çdo flet votimi kudo nga ajo ka ardhur. Kështu që pavarësisht thirrjes së PD-s që Greqia të ndahet më vete, të numërohet dhe vlerësohet më vete, komisioni nuk e ka trajtuar këtë kërkesë deri më tani, po me siguri do të përbëj Greqia një arsye të madhe për debat nga e hëna e tutje, dhe sigurisht me gjasë do të jetë dhe një nga po themi pikat ku se si PD-ja do të justifikoj humbjen e saj në rast se humbet, apo do të përmend faktin që vota manipulua, sikur se pretendon që tani. Ajo që është e rëndësishme të themi është se në 12 maj, kur të ketë mbaruar numërimi në këtë sallë, ne nuk do ta kuptojmë dot për kë votoi diaspora e Greqisë ose për kë votoi diaspora e Italisë. Ne do të kuptojmë diaspora në tërësi si u shpërndasi pas një qarku të caktuar mes palëve në garë, por nuk mund të themi që shqiptarët e Greqisë votuan një palë apo shqiptarët e Italisë votuan një palë tjetër, pasi sistemi anonimizimit të votës nuk lejon që ne të kuptojmë këtë, pra si votoi diaspora sipas një shteti. Ne mund të kuptojmë si u nda diaspora sipas një qarku të caktuar. Kështu që po themi nuk mund të kuptojmë nëse shqetësimi i PD-s që PS-ja i mbushi vetë kutit në Greqi, nuk mund kuptohet, nuk mund vërtetohet se nuk e dim sa vota për PS në erdhën nga Greqia specifikisht. Faleminderit Esion Ekonomi për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkohë, kreu i Partisë